Rrugtimi i Shqipërisë nga dita kur Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë deri sot, patjetër që është një rrugtim i komplikuar, një rrugtim i vështirë, me ulje ngritjet e veta dhe nga lartësia e viteve që kanë kaluar, ne jemi sot në gjendje që të bëjmë një gjykim për ngjarjen po e pos, se për atë nuk besoj se mes shqiptarëve ka ndonjë mosmarrveshje, se të gjithë janë në një vlerësim shumë pozitiv, por për mënyrën se si ka ecur Shqipëria për të ardhur deri këtu sot, patjetër që ka opinione nga më të ndryshmet, të cilat janë opinione të ndara edhe sipas kategorive sociale, por edhe sipas analizës dhe aftësisë për të bërë përgjithësime për këtë rrugtim që i është dashur të bëjë shteti shqiptar. Nga pikpamja e historianit mund të them që ka një rrugtim që në fund të fundit ka sjellë një produkt pozitiv që neve e gëzojmë, që është shteti i pavarur shqiptar, dhe që patjetër që është merit e themeluesve të shtetit shqiptar, por është edhe merit e atyre njerëzve që e kanë drejtuar këtë shtet shqiptar në gjithë këtë harë kohor prej 113 viteve. Dhe kur flasim për meritat, patjetër që klasifikimi i personaliteteve dhe i meritave të tyre në këtë rrugtim historik dallon, ndryshon dhe mund të shkaktoj, siç edhe ka shkaktuar, edhe mosmarrveshje, edhe përplasje, edhe interpretime nga më të ndryshmet. Dhe këtu dallon, dhe duhet ta bëj shumë të qartë, ndryshimi midis politikanit dhe historianit. Politikani në gjykimin e ngjarjeve historike është një qytetar që mund të ketë një kulturë të mjaftueshme në shumë fusha të tjera, por kur nuk ka edhe ai një kulturë të posaçme për të vlerësuar dhe për të analizuar historinë dhe ngjarjet historike, atëherë ai mund të radhitet thjesht në një qytetar që ka dëshirë të thotë diçka më shumë se të tjerët, por saktësinë e vlerësimeve të tij mbetet që ta bëjnë ata që janë profesionistë në fushën e historisë. Dhe prandaj vjen edhe ky diskutim që bëhet her pas here për ngjarjet historike shqiptare, se ç'vend dhe ç'rol zën ato, kush është më e rëndësishme dhe çfarë ka shënuar në rrugtimin historik të shqiptarëve kjo aso ajo ngjarje duke filluar nga shpallja e pavarësisë. Dhe për mua një vlerësim pozitiv padyshim që është i padiskutueshëm për këtë rrugtim që kemi bërë deri këtu. A mund të bëj më mirë? Patjetër që mund të bëj më mirë. Dhe që të bëj më mirë në atë parë, përgjegjësia ka qenë edhe mbetet e gjithë atyre personaliteteve të historisë, e gjithë klasës politike shqiptare që ka udhëhequr këtë vend për në gjithë këtë harë kohori që kemi kaluar deri tani. Për fat të keq, Kosova në këtë përvjetor të 113 pavarësisë së Shqipërisë, që është edhe e tyrja, duke të ishte shumë më mirë se ç'është. Bile mund të them që është viti më i keq që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 deri sot. Është më i keq sepse në ndër këto vite që kanë kaluar nga 2008, nuk ka patur një krizë të tillë politike kaq të thellë për gati një vit në historinë e Kosovës. Dhe kjo e ka dëmtuar Kosovën jo vetëm në homogenizimin e saj social, jo vetëm në përballimin e sfidave që ka patur dhe ka, por e ka dëmtuar Kosovën dhe në pozitën e saj ndërkombëtare. Dhe pikërisht për gjithë këto arsye, unë do të them që
ky vit ka qenë një vit i mbrapsht për Kosovën. Dhe uroj që në zgjedhjet e fundvitit të 28 dhjetorit të mund të prodhohet një rezultat që do të çojë në stabilitetin politik të Kosovës dhe në krijimin e institucioneve të qëndrueshme që të mund ta rikuperojnë edhe këtë humbje jo të vogël që ka psuar Kosova gjatë gjithë këtyre viteve të krizës politike. Unë në fillimet e Albin Kurtit kam qenë ministër i punëve të jashtme të Shqipërisë dhe kam ndjekur nga afër lëvizjet e tij dhe të them të drejtën në ato vite 90, ai ka përfaqësuar një shpresë reale në mendimin politik dhe në perspektivën e krijimit të një klase politike të aftë të Kosovës. Sepse Albin Kurtit nuk i mungon kultura e përgjithshme, është mjaft i formuar dhe unë shpresoja që duke lënë mënjan disa qëndrime të tij të vjetra, të cilat kishin të bënin edhe me ndikimet që kanë patur në formimin e tij lider me kontribute pozitive në historinë e Kosovës, por që kishin dhe ata mangësitë e tyre, unë mendoja që Albin Kurti do progresonte drejt përqafimit të ideve bashkohore dhe liberale në drejtimin e Kosovës. Dhe për faktin se ai gjatë viteve të opozitës së tij u soll jo gjithnjë me një përgjegjshmëri politike që i takon një lideri opozitar, por me veprime të cilat shpeshherë të kujtonin personalitete dhe ngjarje të cilat nuk kanë më vend në historinë bashkohore, jo vetëm të Kosovës, por edhe në atë evropiane, ai dha të kuptohet që ardhja e tij në pushtet do të ishte jo një pikë kthese drejt evropianizimit të politikës së Kosovës, por drejt rikthimit në disa metoda qeverisje të cilat nuk e ndihmojnë Kosovën që ajo të krijojë një shtet demokratik, multietnik, një shtet që të mund të përfitojë nga komuniteti ndërkombëtar në disa aspekte dhe drejtime të cilat saj i ka jetike, por mënyra ose metoda e drejtimit me një dorë të hekur dhe me përqendrime të mëdha të pushteteve dhe me stile qeverisjeje krejtësisht anakronike, të vjetra, jo bashkëpunuese, bën që Kosova të vinte këtu ku është sot, duke e sjell vendin në një situatë të tillë që unë nuk besoj, e kam të vështirë ta besoj, që edhe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, ajo do të mund të gjejë rrugën për të mbyllur këto plagë që i ka hapur vehtes. Prandaj them që le të shpresojmë që çfarë ka ndodhur gjatë gjithë këtij viti në Kosovë të mund të shërbejë një moment reflektimi jo vetëm për shqiptarët e Kosovës, votuesit, të cilët në fund të fundit janë ata që duhet të reflektojnë dhe me votën e tyre duhet të krijojnë ekulibre të reja politike në Kosovë që të japin mundësinë e krijimit të një baze të gjerë politike për të krijuar institucionet e Kosovës. Le të shpresojmë, por mbi të gjitha duhet të reflektojnë vetë personalitetet politike të Kosovës, të gjitha partive politike, dhe mbi të gjitha duhet të reflektojë Albin Kurti, sepse ai përsëri në gjykimin tim do të jetë lëvizja vetëvendosja, do të jetë forca e parë politike. Nuk flasim këtu për përqindjet, do të marrë përsëri 42% apo më shumë apo më pak, por do të jetë, është e sigurt që do të jetë forca kryesore politike, e cila patjetër do të i duhet që të qeverisë Kosovën të ketë një koalicion me një apo dy forca të tjera politike
me të cilat mund të afroj programi ose të bëj ato kompromiset e njohura politike që bëhen në këtë rast dhe që ka një përvojë ndërkombëtare goxha të mirë. Le të shpresojmë. Fatos Nano është dhe do të mbetet në historinë shqiptare një figurë komplekse, që ka kontributet e tij të njohura në modernizimin e Partisë Socialiste, në një qeverisje që për kushtet e Shqipërisë ka qenë liberale, ka qenë bashkëpunuese, në një qeverisje që kryeministri Nano ishte një personalitet që krijonte dhe lejonte hapësira të mendimit alternativ dhe që ishte larg formave të diktimit apo të imponimit pa argumente. Unë kam qenë një nga drejtuesit e Partisë Social-Demokrate, me të cilët Partia Socialiste për një kohë ishte në opozit përkundrejt Partisë Demokratike dhe më pas vitit 1997, në aleancën e njohur qeverisëse. Dhe mund t'ju them që e kam njohur nga afër si liderin politik të socialistëve, por edhe si kryeministët në pozitën e ministrit të jashtëm, ku patjetër kryeministri me ministrin e jashtëm bashkëpunojnë ngushtë. Dhe unë kam përvojat e mia personale në marrëdhëniet me të, dhe që ishte një njeri që kishte vizion, kërkonte bashkëpunim, respektonte mendimin dhe alternativën që i vihej përballë, dhe nuk imponohej. Dhe në rastin më të keq, edhe kur kishte dëshirë që të kalonte opinioni i tij, ai përsëri dinte të reflektonte nëse e gjykonte që nuk kishte e drejtë dhe pas gjysmore apo pas një ore rikthehej në bisedën që kishte lënë për gjysmë dhe merrte një vendim më të drejtë, më të pjekur dhe më të mirë. Ky ishte Fatos Nano që unë kam njohur në punë e sipër, aq sa punova me të si ministri i punëve të jashtme. Sigurisht që Fatos Nano nuk ka qenë një udhëheqës ideal. Fatos Nano ka pasur, siç ka meritet e tij, ka patur dhe dobësitë e tij, të cilat i ka manifestuar gjatë qeverisjes dhe në mënyrë të veçantë në mandatin e tij të fundit si kryeministër i Shqipërisë deri në vitin 2005. Dhe që atëre ka patur edhe kritika, jo të pakta, në adresë të tij për fenomene që tashmë janë bërë galopante, po që në atë kohë përsëri në një Shqipëri të varfër, dukeshin si probleme të mëdha. Prandaj them që Fatos Nano duhej të vlerësohej patjetër për kontributet e tij, por Fatos Nanos i duhej kursyer në atë ditë të ceremonisë mortore një shfaqje e tillë ekstreme e demagogjisë politike dhe e moralit jo të shëndetshëm njerëzor. Ai duhej të vlerësohej në mënyrë të veçantë dhe besoj se është vlerësuar nga ata që e kanë respektuar, kanë punuar me të, por nuk e kanë baltosur atë. Qoftë kur ka qenë në kryet punëve, në kryet Partisë Socialiste dhe të qeverive socialiste, qoftë edhe ai kur u tërhoq në atë mbyllje hermetike të tijën, që
në një farë mënyre ishte edhe një mesazh që ai jepte politikës shqiptare, se ishte i pa cënushëm dhe që duhej patjetër që ai të tërhiqej për kulturën që kishte, për edukatën që kishte, por më shumë ai u tërhoq edhe për faktin se ishte lodhur nga politika dhe nuk e përballonte më atë politikë bizantine që u shfaq edhe brenda Partisë Socialiste në momentet e fundit të qeverisjes së tij, por edhe në përgjithësi në jetën politike shqiptare pas vitit 2005, kur filluan të ndryshojnë rregullat e lojës dhe gjithçka ju nënshtrua subjektivizmit ekstrem të liderëve politikë. Kjo listë gjatë që ka filluar bashkë me qeverisjen e Partisë Socialiste nga 2013 deri sot, mund të jetë edhe më e gjatë nëse do të hetohen edhe çështje të tjera të cilat aktualisht qëndrojnë në hije, ose dikastere të tjera të cilat jo pak kanë bërë në këtë drejtim gjatë viteve të shkuara. Unë jam i bindur, nuk është se kam argumente dhe fakte që të mund të ballafaqohen, por kam intuitën e politikanit që e ka ndjekur me shumë vëmendje këtë vij qeverisëse, se u bë një fenomen si ajo sëmundja ngjitse në kohën e fushatave të mëdha dhe të së shkuarës, ka ardhur koha që të ketë një rikompozim politik në Shqipëri. Shqipëria ndodhet në një situatë që nuk mund ta kapërcejë vetëm dhe thjesht me makinacione politike apo me rikompozime ekzekutive, por ka ardhur momenti që duhet të rikompozohet e gjithë jeta politike shqiptare dhe për të ndodhur kjo, politika shqiptare duhet të çlirohet nga ngërçi dhe nga dominimi absolut që i është bërë asaj për shkak të ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, ndryshime këto që përcaktuan gjithë këtë ecuri politike kontroverse shqiptare. Aty është e keqja, po su liberalizua tregu politik përmes krijimit të kushteve të përshtatshme për të patur një jetë pluraliste demokratike, përsëri Shqipëria nuk ka për të shpëtuar nga çfaqje të tilla ku është krijuar një kënet politike. Me plot fjalën po e them, është bërë Shqipëria një kënet politike, sepse aty nuk ka më hapësirë për alternativa demokratike, nuk ka mundësi më për konkurrencë realisht demokratike, jo demagogjike, po demokratike, dhe po su bë kjo, ne nuk duhet të presim që të ketë as qeverisje më të shëndetshme dhe as edhe mund të prodhoj vendi lider politik, personalitete politike që të mund të marrin në dorë fatet e kësaj Shqipërie. Mund t'i marrin thjesht dhe vetëm për shkak të votave që mund të merren në mënyra nga më të ndryshmet manipulative, por ata nuk do të përfaqësojnë vlerat reale të përfaqësimit politik shqiptar. Sali Berisha është
politikani më jetë gjatë në tranzicionit shqiptar. Të gjithë e dim këtë gjë. Sali Berisha ka patur dhe ka meritat e tij historike në vendosjen e demokracisë në Shqipëri. Ato që ka, si i ka, i kemi diskutuar nga të gjitha pikpamjet edhe për shumë vjetë. Por, Sali Berisha, për fat të keq, ndonë se është mjek dhe e njeh zhvillimin biologjik të qenies njerëzore, që ka një fillim dhe ka dhe një fund, nuk njeh, nuk pranon se edhe në jetën politike ka një fillim dhe duhet të ketë dhe një mbarim. Mbarim në kuptimin e shterimit të ideve, të alternativave, por edhe të freskisë mendore për të prodhuar ide, për të prodhuar alternativa dhe për të prodhuar dhe qeverisje. Sali Berisha e ka mbaruar këtë fazë me kohë. U mendua se në vitin 2013 ai do të largohej përfundimisht nga politika dhe do zinte një vend nderi në partinë e tij politike dhe kështu i dha mesazhet në fillim, por për fat të keq kjo nuk ndodhi. Jo vetëm thjesht për arsye të brendshme të zhvillimeve në Partinë Demokratike, është një çështje që nuk kemi kohë ta analizojmë të zhvillojmë, por ai nuk u largua edhe për faktin se është një karakter i jashtëzakonshëm, i fortë, me vullnet shumë të madh dhe që vazhdimisht e identifikon veten me pushtetin, me auditorin, me interesat të cilat shkojnë përtej qytetarisë në politikë. Politikani duhet të jetë qytetar në kuptimin e mirëfillt të fjalës, në kuptimin që e kupton momentin se kur duhet të tërhiqet, e kupton se i ka ardhur koha që t'ja u lerë vendin të tjerëve. Sot që po flasim, Partia Demokratike, për fat të keq, nuk ka alternativë brenda saj. Absolutisht nuk ka, sepse të gjithë vijnë në rrotull liderit të madh dhe të gjithë janë transformuar në funksion të tij. Ka patur shkëndija para disa vjetësh, por ato mbeten shkëndija, nuk arritën të kthehen në një alternativë të brendshme të besueshme dhe që duhej të emanciponin jo vetëm partinë, por edhe elektoratin e kësaj partie. Është folur pak për këtë fakt. Edhe elektorati i Partisë Demokratike, ata që qëndrojnë në vijën e parë të mbështetjes për Partinë Demokratike, duhet që të emancipohen, duhet modernizohen. Nëse ata vazhdojnë të mbesin besnik të liderëve të vjetër, nëse ata vazhdojnë të mendojnë si 30 vjet më parë, nëse ata vazhdojnë të përmbajnë thjesht idesë së antikomunizmit të së shkuarës që ishte parullën e kohës tash 35 vite më vonë, është një moment tjetër dhe të gjithë duhet reflektojnë në përputhje me kohën që jetojnë dhe me detyrat që shtron kjo kohë. Partia Demokratike ka mbetur mbrapa dhe ajo në rast se nuk do të ketë një ndryshim të shpejt dhe radikal, do të mundet që
koha ta bëj atë më të vogël se ç'është ka të nisur të bëhet. Gjatë gjithë këtyre viteve jemi shfaqur si një politik që përfitojmë nga gabimet e atij që qeveris dhe nuk kemi ardhur në pushtet nga alternativa që përfaqësojmë. Kështu kanë bërë edhe socialistët kur erdhën në pushtet dhe kështu po bëjnë edhe demokratët, por me një ndryshim që demokratët, Partia Demokratike nuk po përgatitet, nuk po përgjigjet rrethanave dhe kushteve të kohës për të përgatitur që të vinë në pushtet, sepse nuk mjafton vetëm keqeverisja, nuk mjafton vetëm gjithë këto fenomene korruptive të niveleve më të larta prej të cilave karakterizohet qeverisja socialiste, por duhet edhe alternativa që është përballë që të përgjigjet nevojave të kohës, të modernizohet. Por kjo nuk po ndodh. Pikërisht dhe këtu është defekti. Pra, opozita dhe opozitarët presin që këneta politike që është krijuar të degenerojë dhe të thahet përfundimisht të vetë dhe ata të mbesin me të njëjtat alternativa, me të njëjtat sjellje, pa lëvizur nga vendi për t'ju përshtatur situatave të reja. Kjo nuk ndodh. Dhe këtu është fatkeqësia e politikës shqiptare, dhe këtu do të shohim edhe çmimin që po paguan dhe mund të paguajë Shqipëria në të ardhmen. Për fat të keq, shoqëria civile në Shqipëri dha disa shkëndija të vogla, por u shua shpejt, ajo u konformua me pushtetin e radhës dhe u atrofizua, derisa sot është e vështirë të gjesh një person që t'i thuash se ai është përfaqësues i shoqërisë civile. Shoqëria civile në Shqipëri u bë profesion dhe si i tillë ka humbur çdo vlerë që mund të kishte dhe duhej të kishte në një vend që kishte nevojë më shumë se kur për zërin e shoqërisë civile, përballë një politike shqiptare të dy krahëve, e cila ishte shumë konfliktuale. Dhe shoqëria civile dhe zërat e saj duhet të përbënin një element ekuilibri në shoqërinë shqiptare, por për fat keq nuk e luajti këtë rol. Prandaj mund të kemi intelektual me tituj, mund të kemi shkrimtar shumë të mirë, mund të kemi publicist shumë të mirë, mund të kemi historian shumë të mirë, mund të kemi shkencëtar të gjitha fushave të mirë në fushat e tyre, por nuk kemi intelektual, nuk kemi aktivist të shoqërisë civile që përtej kabineteve të tyre të krijimtarisë të mund të shqetësohen dhe për fatet e këtij vendi dhe të bëhen zëra të fuqishëm që të sensibilizojnë opinionin dhe ta orientojnë atë, sepse e do shoqëria një bërtham njerëzish që vështron përtej kohës tyre, që kanë një shikim perspektiv më të mirë se çka masa e gjëra njerëzve, patjetër. Kështu funksionon. Për fat të keq ne nuk e kemi, nuk ka zëra të tillë. Bile sot edhe të keq kuptojnë, po qes se përfaqëson një alternativë që mund të jetë ndryshe nga ajo që mund të jetë e kryetarit partisë apo edhe kryeministrit të vendit. Pra, shoqëria jonë civile është atrofizuar. Dhe jo vetëm kaq, po unë shoh dhe kjo është më shqetësuese, që kemi një popull që nuk di të protestojë. Kemi një popull që forcën e vet që po të qese e vë në lëvizje mund të bëj mrekullira, është impir, një popull impir, një popull që nuk di të veproj në momente të tilla kur shkelet me këmbë, që kur injorohet, një popull që ankohet tër ditën
për gjithçka, por nuk ka zë. Dhe po nuk pati zë, patjetër që nuk mund të ushtroj gjithë atë potencial të madh në favor të ndryshimit dhe të zhvillimit të këtij vendi.